Po ju sillin pak pamje nga gjendja aktuale që po vazhdon që të mbetet. Prej disa vitësh, një segment i autostradës Ibrahim Rugova vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme si pasojë e shëmbjes së dhëut. Pavarësisht rrezikut të vazhdueshëm për qytetarët, kjo situatë tashmë po zvarritet prej rreth 3 vitësh, pa ndërhyrje serioze nga institucionet përgjegjëse. Edhe pse janë vendosur shenja sinjalizuese që paralajmërojnë rrezikun, gjendja rrugës mbetet problematike dhe vitet e fundit aksidentet me pasoja fatale janë shtuar, duke kthyer këtë segment në një pikë shqetësuese për sigurinë e qytetarëve. Ajo që shqetëson edhe më shumë është mungesa e reagimit nga institucionet për pastrimin e dheut dhe zgjidhjen e problemit. Ndërhyrje janë vërejtur vetëm në segmentin e rrugës drejt qafës së Dulës, ndërsa gjendja më kritike vazhdon që të mbetet në hyrje të Prizrenit. Duke pasur parasysh aksidentet të shumta dhe vështirësitë në qarkullimin e automjeteve, redaksia jonë ka dërguar pyetje rreth Ministrisë së Infrastrukturës, por që nuk ka marrë përgjigje dhe zyrtarët nuk kanë qenë të qatshëm as përmes telefonit. Për më tepër edhe për shumë problematika të tjera që lidhen me infrastrukturën rrugore, pavarësisht qindra thirrjeve dhe kërkesave nga qytetarët, Ministria e Infrastrukturës nuk ka treguar gatishmëri për t'u përgjigjur shqetësimeve të tyre. Situata rëndohet edhe më tej në rast të rreshjeve të shiut, të cilat siç kanë qenë të dendura kohëve të fundit, e përkëtsojnë vazhdimisht gjendjen e këtij segmenti rrugor dhe rrisin rrezikin për qarkullim.